Të nderuar shikues, jemi sërish me së bashku, drejt për së drejti nga pallati i sportit Sazim Dervishi i Shkodrës. Kemi qenë pak më herët në transmetimin e drejt për drejt të ndeshjes së volejbollit për femra. Vllaznia Pogradeci takim i mbyllur me rezultatin 0-3 në favor të ekipit Pogradecit, ndërkohë që tashmë jemi në duelin e meshkujve. Vllaznia pret Erzenin e Shijakut, vllaznia e drejtuar me kompetencë nga trajneri Artan Kalaja, vjen në këtë javë të katërt pas 3 fitoreve radhazi dhe kërkon fitoren e katërt për të vijuar të kryesoj kampionatin e Superligës së meshkujve. Jemi në setin e 3 të ndeshjes. Gjendja e seteve është 1-1, barazim, pra 1-1, seti i parë është fituar nga miqt nga Shijaku me shifrat 23-25. Vllaznia kontrapërgjigjet me fitoren e setit të dytë me shifrat 25-15 dhe tashmë është dueli për setin e tretë. Se kush do dalë fitues, shifrat janë 16 vllaznia, 10 Erzeni Shijakut. Sulmi për Erzenin, Çekini dhe nuk është mbytur me sukses ky sulmi i vllaznis. Tjetër kombinimi i Çekinit me numrin 15 të vllaznis Sierra, por bloku Shijakas ka qenë i suksesshëm, pika 11 për Erzenin. Vllaznia po luan në këtë ndeshje me këtë përbërje të protokollit të saj, duke nisur nga numri 4 Sebastian Garcia, përvijuar me Sead Duro, Endri Jukni, Gentian Curaj, Ardit Taflaj, Fatjon Çekini, Gilman Talani, kapiteni Nikolin Qafarena, Gersi Julla, Daniel Sierra dhe Sidorel Pepaj së bashku me Enit Janiku. Trajneri i vllaznis Artan Kalaja, ndihmës e tij Ermal Karaja. Ka shpërndyruar në këtë moment shërbimin e tij Gilman Talani, pika e 12 për Erzenin e Shijakut, përballë 17 pikëve të vllaznis në setin e tretë. Gjendja e seteve e barabartë 1-1, shërbimi për Erzenin. Qafarena kalon në gjysmëfushën Shijakëse dhe ka konkluduar numri 1 Shijakasve Andi Garunja. Pika 13 për Erzenin ndaj 17 të vllaznis. Në shërbim është Asmende Kulla. Ka shërbyer jo mirë, pika 17 për vllaznin. Në protokollin e Erzenit të Shijakut kemi këtë përbërje, është Andi Garunja me numrin 1 për të vijuar me Orgese Duka, Daniel Bomi, Asmet Kulla, Fabio Mema, Denis Rama, Marius Shahini, Ergin Bachova, Anis Quhlaj, Aldo Dashi, kapiteni i skuadrës, Renaldo Bushpepa, Erni Arapi, Jonuz Malaj dhe Entigleno Nazifi. Trajneri i ekipit Shijakës është Parit Uruçi. Takimi po gjykohet me arbitër në kull Enri Zerullaj në kategorisë ndërkombëtare, ndërkohë që gjyqtari i fushës është Kastirot Tota i kategorisë së parë. Vëzhguesi i Federatës Shqiptare të Volejbollit është Konarsi Gjoka. Sulmi për Erzenin, Çekini për kapitenin Qafarena, që mbyll me sukses këtë zhytjet e tij dhe pika 19 për vllaznin ndaj 14 Erzenit. Jemi gjithnjë në setin e tretë ndeshjes, gjenda seteve e barabartë 1-1. Kujtojmë që luhet java e katërt në Shkodër, po luhet vllaznia e Erzenit që po e ndiqni drejt për drejt përmes kanalit tonë
Veriu Sport, ndërkohë që në të njëjtën kohë në Elbasan është Elbasan e Tirana, dhe në Korçë që Dërbeu Partizani. Vllaznia kryeson me 3 fitore dhe kërkon fitoren e 4, radhazi pas një humje dhe një përplasje e topit tek Qafarena, ka kaluar në gjysmëfushën shijakëse, pika 21, po marshon Vllaznia drejt fitores së setit të tretë ndeshjes. Jula kalon shërbimin, sulmi për shijakasit që dalin fitues edhe pse bloku Çekini dhe Sebastian Garcia e kthyen topin për jashtë vijave kufizuese. Shërbimin për numrin 15 të Erzenit Erni Arapi. Ka gabuar në kapjen topit të parë Sierra, i cili pak më herët ishte shumë i suksesshëm në vijën e parë, duke shutuar me shumë sukses dhe me saksi. Shërbimi të sëri për Erni Arapin, 16 pika Erzeni, 21 Vllaznia në setin e tretë. Qafarena ka topin e parë, Çekini për Qafarenën që gabon. Njëzët e gjë Vllaznia, 17 Erzeni, pushimi kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Artan Kalaja. Në të drejtë tekniku Kalaja kërkon pushim në këtë momente për të ndryshuar rrjedhën e takimit, kur Vllaznia po avanconte në pika barazh, por një zgjim i Erzenit ka detyruar teknikun Kalaja dhe kolegun e tij Ermal Kraja të kërkoj pushim. Është plani i parë pikërisht për ekipin e Vllaznisë, ndërkohë që në krahun tjetër të njëjtën gjë po bën edhe tekniku i ekipit të Erzenit, Paridur Uçi, me synimin për të frenuar Vllaznin, për të mos jetë fituese e këtij seti, kur gjenda seteve është barabartë 1-1. Kanë fituar setin e parë shijakasit 23-25, Vllaznia të dytë 25-15 dhe kryeson në setin e tretë 22-17. Edhe 3 piki duhen Vllaznisë të mbyll setin e tretë dhe për të marrë avantazhin 2-1 me sete. Shërbimi për Fation Çekinin e Vllaznisë. Bon Erzeni, por me sukses bloku i Talanit dhe i Çekinit për Vllaznin, pika 23 dhe 2 pikë për të mbyllur setin. Sërish në shërbim është Fation Çekini. Sulmi për Erzenin, bloki Vllaznisë i suksesshëm Qafarena me lojtarin e huaj nga Venezuela, përstri Erzeni dhe këtë radhë fitues ndaj blokut të Vllaznisë me Qafarenën dhe Sebastian Garcia. Pika 18 për shijakasit ndaj 23 të Vllaznisë. 5 pikë plus Vllaznia, shërbimi për shijakasit që gabojnë me anë të numrit e 13 kapitenit Aldo Dashi. Pika 24 për ekipin Kuqe Blu, edhe 1 pikë i duhet kapitenit Qafarena që është në shërbim për të mbyllur setin me fitore. Shërbimi i Qafarenës i fort, por kap topin e parë me smiri Erzeni, përsëri sulmi është për Erzenin. Çekini për Talanin, përsëri Erzeni me këtë sulm, kthen bloku i Vllaznisë. Përsëri Vllaznia ka mundësi të mbyllë këtë set me Talanin, por Erzeni është sakrifikues në këtë pikë që e merr mjaft mirë, duke shënuar pikën e 19.
24 vllaznia, 19 Erzeni Shiakut. Shërbimi për Erzenin me numrin 11 Janis Çuhllaj. Një pikë duhet Kuçëbluve për të mbyllur setin e dytë me fitore. Çekini dhe Erzeni shënon pikën e radhës me Asmet Kula. Zotë Erzeni, pika 20 në 24 të vllaznisë, plus 4 vllaznia, tjetër pushim i kërkuar nga trajneri i Kuçëblu, Artan Kalaja, i cili i friksohet humjes së këtij seti. I kishte të gjitha mundësitë vllaznia që të avanconte me tej dhe ta mbyllte me herët setin, por tashmë vështirësohen situatat, por gjithsesi një pikë duhet vllaznisë për ta mbyllur këtë set. Të shikojmë se si do të jetë historia e kësaj pike të fundit. Seti i parë ka qenë me shumë rivalitet, ka fituar me 2 pikë diferencë Erzeni, 23-25. Në të dytën vllaznia ka fituar me diferencë 25-15. Është më shërbimi nga Janis Çuhllaj nga ana e Erzenit. Dhe shënon përsëri Erzeni. Frymarrje për Shiakasit shënon Denis Rama. 24-21. Në rrim tek vllaznia, në lojë Curaj. Do të largohet kapiteni Qafarena. Pak qetësi për Qafarenën. Të shikojmë se si do të jetë ky shërbim i Çuhllajt. Duhet të jetë i kujdesshëm se nëse gabon i jep vllaznisë fitoren. Curaj, Çekini dhe ka gabuar sipas gjyqtarisë, edhe pse pretendon Sebastian Garcia. Ngushtohet në 2 pikë diferencë rezultati, 24 vllaznia, 22 Erzeni. Në lojë ardit Taflaj. Largohet Palacios Garcia. Shërbimi për Çuhllajin e Erzenit. Dhe Gabon dhe e mbyll. E mbyll setin 25 me 23. E mbyll në favor të ekipit të vllaznisë që kryeson me rezultatin tashmë në sete 2-1. Ishte një gabim fatal në shërbim nga ana e Shiakasve, të cilët mund të ndalikonin situatën më shumë pas një ecerie të pikëve të fundit, por përfiton vllaznia nga gabimi i Shiakasve dhe fiton setin e dytë. Kryeson me sete 2-1 ekipi i drejtuar nga Artan Kalaja dhe kërkon që ta mbyllë ndeshjen 3-1 nëse fiton setin e tretë. Në rast të kundërt, nëse fiton Erzeni, shkon me set final. Gati të një seti 4 të ndeshjes, seti përcaktues për vllaznin, por seti i shpresës për Shiakasit. Themi seti përcaktues për vllaznin që nëse fiton e mbyll ndeshjen me fitore 3-1 dhe regjistron fitoren e 4 të radhazi,
Ndërkohë seti i shpresës për Shijakasit që dhe se fitojnë e qojnë ndeshin në shtesë. Vllaznia nise këtë set me kapitenin Qafarena, me Talanin, me Palacios, përdijuar me Juknin, me Çekinin dhe me Sierën. Ndërkohë që tek ekipi i Shijakut kemi Ramen, kapitenin Dashi, Bushpepa, Kula, Qafarena nisë me pikën e Vllaznis, ndërkohë që në lojë për ekipin e Shijakut është dhe Andi Garunja. 1-0 për Vllaznin në setin e 4. Gjendja seteve 2-1 për Vllaznin. Kujtojmë të nderuar shikues se jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Sazim Dervishi i Shkodrës në transmetimin e drejt për drejt të takimit Vllaznia Erzeni, takimi vlefshëm për javën e 4 të Superligës së voleybollit për meshkuj. Pak më herët kemi qenë sërishmi drejt për drejt për ndeshjen e Superligës së voleybollit për femra, ku Vllaznia u mund nga Pogradeci me rezultatin 0-3. Vllaznia drejtuar nga trajneri Dorian Tafa ishte pafuqishme ndaj një Pogradeci në super form, ku në 4 javë ka realizuar 4 fitore, falë dhe drejtimit kompetent të trajnerit shkodran Besnik Lisha, që drejton ekipin e Pogradecit. Tashmë jemi drejt për drejt në sfidën tjetër të dytë që po luhet pas ditën dhe mbrëmjen e sotme në Pallatin e Sporteve Sazim Dervishi të Shkodrës. Jemi në setin e 4, 3-1 u hedh Vllaznia në këtë set dhe me setet 2-1. Qafarena kalon shërbimin me shumë sukses. Çekini e mban Vllaznin në lojmat e sakrificë. Përsëri Çekini, 2 topa fantastik të Çekinit, por që e shpërdoron tjera. Nuk e meritonte kjo sakrificë, kjo doppia sakrificë rravazi e fation Çekinit me këtë shpërdorim në sulm të Sierës. 3-2 për Vllaznin, shërbimi për Shijakasit. Çekini dhe finalizon Sebastian Palacios. Vllaznia ka në formacion 2 të huaj. Janë 2 përforcime të rëndësishme për Vllaznin, Sebastian Palacios si dhe Alberto Sierra, të cilët i kanë dhënë në shumë forcë dhe mbështetje skuadrës së Kalas. Çekini për Sierën e fërkon topin tek bloku i kulës. 5-2 për Vllaznin. Nuk ka ndërmend Vllaznia të toleroj vazhdon të jetë suksesshme në setin e 2 të 3 që i ka fituar dhe tashmë kryeson në setin e 4. Ndërkohë Andi Garunja ka kthyer topin tek Erzeni si dhe pikën e 3 ndaj 5 të Vllaznis. Shërbimi për Denis Ramen. Garunja i suksesshëm në blok, zgjohet Erzeni. Pika 4 ndaj 5 të Vllaznis ngushtohet në 5-4. Shërbimi për Shijakasit që kërkojnë ta baraspërshën rezultatin. Rama në shërbim. Qafarena kap topin e parë. Sierra
Përsëri Xhafarena për Çekinin, Çekini për Sierën, që është i papërmbajtshëm. Nuk arrin numri 13 kapiteni Aldo Dashi ta zotroj sa duhet e këtë top të Sierës dhe 6-4 për ekipin e Vllaznisë, diçka kërkon tekniku Kalaja. Një konsultim me tavolinën e gjyqtarisë. Shërbimi për Gilman Talanin e Vllaznisë. Në bukur për Vllaznia Manloj. Dhe madje Çekini. Topi Çekinit përfundon e gjën të pa përgatitur në mbrojtjen organizuese të Erzenit. 7-4 për Vllaznin. Shërbimi për Talanin. E shpërdoron të mundësi Talani. 7-5. Kryeson Vllaznia. Shërbimi për Shijakasit me Arsben Kulen. Çekini për Sierën. E shpërdoron dy gjuhetje në diagonale për Sierën, që tregohet jo precize, ishte shumë efikas në setin e tretë, tash me po gabon në këtë set. 7-6 për Vllaznin. Shijakasit kërkojnë ta barazojnë dhe arrin barazimin Garunja 7-7. Dhe ka mundësi shërbimi i Kulës, nëse do të jetë i suksesshëm në sulmin e skuadrës mike, të marrë avantazhin. Jukni për Sierën, që shënon me qetësi këtë radhë, pa zgjedh inteligjencën, ngecjen për para shotimeve që në 2 momente radhë i shpërdoroj, për ta shpërshënoj pikin e 8 ndaj 7 të Erzenit dhe në shërbimesh vetë Alberto Sierra. Blerja pare e Vllaznisë, që është pasuar me pas edhe nga blerja tjetër Sebastian Palacios. Shumë i suksesshëm Andi Garunja në diagonal, në pozicionin 4 është shumë i suksesshëm dhe barazon shifrat 8-8, shumë rivalitet në këtë set. Emocione, kërkon të marrë avantazhin ekipi Shijakas, por ja mohon një mundësi të tillë. Pikërisht ai që shënoi aq bukur pikën e 8, Andi Garunja e shpërdoron shërbimin. Vllaznia në avantazh 9-8. Në shërbim Gersi Jula. Shërbimi për Erzenin, që finalizohet me Erni Arapin. 9-9, sërish mi barazim. Shërbimi për Arapin, Çekini për Xhafarenën, që zgjidh me qetësi. Jashtë natyrës së tij që shoton me forcë, por me qetësi e përdor ngecjen dhe jep avantazhin Vllaznisë në 10-9. Shërbimi për Fation Çekinin e Vllaznisë. Shpërdoron Kulla, Vllaznia +2. 11-9. Kryeson Vllaznia në setin e tretë, 11-9, kryeson edhe me sete 2-1. Ka fituar Erzeni setin e parë
dhe pastaj Vllaznia 2 Radhazi. Cekini për Qafarenen. Zeni mban në lojë dhe shpërdoron për sëri Kula. Pretendojnë për një prekje. Shiakasit për duke janë të mendimit gjyqtarit e ndeshjes. Cekini në shërbim për Vllaznin që kryeson 12-9. Dhe supergjensje inteligente e kapitenit Aldo Dashi gjeti një vëzhgoj, një mos organizim të prapavijes të mbrojtjes Kuçi Blu dhe atje dërgoj topin. Qafarena, Cekini, përsëri Qafarena, topin loj, Sierra kalon, sulmi për Shiakasit, që fitojnë dhe të pikë që gati topi përfundojnë në kamerën tonë për të dëmtuar ndoshta pjesërisht e turin e transmetimit të drejt për drejt kur jemi në shifra 12-1 me 11 për Vllaznin. Talani Gabon barazim 12-12. Proshteri barazpesh, emocione, rivalitet në të dy kampet. Nuk dorëzohet Erzeni, kërkon ta çojë ndeshjen në shtesë. Ndërkohë Vllaznia kërkon ta mbyllë më herët 3-1. Kapiteni Dashi për Shiakasit. Kapiteni Qafarena dhe merr për herë para avantazhin Erzeni në këtë set 12-13. Pushimi kërkuar nga trajneri i Vllaznis Artan Kalaja, me të drejt i shqetësuar Kalaja. Plani para shkon pikërisht për Kalan, që kërkon llogari skuadrës për të lëshim të terrenit, për lëshim të pikavarazhit, ku Erzeni kryeson me shifrat e 12-13. Në krahun tjetër janë disi më të kënaqur Shiakasit, që janë avantazh të 1 pike. Për tashme ka nisur betejë e vërtet. Të shikojmë turinë e këtij seti. Shërbimi për kapitenin Shiakas Aldo Dashi. Jukni, Palacios për Talanin, 14 pikë për Erzenin, 12 për Vllaznin, plus 2 Shiakasit. Sërish shërbimi për kapitenin Dashi. Qafarena, Cekini për Qafarenën, që mes fundit pas disa luhatjeve në kampin Kuçi Blu, vjen kjo pikë qetësie dhe frymbarje për Vllaznin, e ngushton një avantazhin e Shiakëve që ishin në plus 2. Qafarena në shërbim dhe barazon rezultatin Sebastian Palacios 14-14. Kapiteni Nikolin Qafarena në shërbim për Vllaznin. Shërsi në kampin Shiakas në të momente. Por sërish organizohet skuadra mike që shënon ndonë se pak e diskutueshme, por trajneri Kalaja tregohet fair play teksa i bën me sinjal me gjyqtarit kryesor që ishte brenda
ndodh jo shpesher gjëve të tillë, se trajneri kur skuadra ishte në pretendime të tjera, trajneri e pranoi këtë vendim të arbitrit. 15-15 ndërrim tek Vllaznia, largohet Endri Ukli, në lojë Gërsiula, shërbimi për numrin 4 Sebastian Palacios. Është futbollisti nga Venezuela. Dhe bloku i Vllaznisë, Sierra Jula, i jep avantazhin Kuçiblove 16-15. Palacios në shërbim për Vllaznin, për pikën e 17 nëse realizohet, apo në rast kundërt për barazimin e shijakasve. Jashtë ky shutimi i shijakasve shkon në +2 avantazhi Vllaznisë, 17-15. Në shërbim Palacios, Sebastian Palacios për Vllaznin, sulmi për Shijakasit, Safarena, Cekini për Sierra. Luftë për të pikë të rrjet, Cekini, Palacios për Talanin për bloku Shijakas, tregohet I kujdesshëm, e ngushton në 17-16 rezultatin që t'jene a favor të Vllaznisë. Denis Rama për Erzenin për të tentuar barazimin. Farena, Cekini, Gabon Jula, përshtëri para shpesh, 17-17. Seti e vendimtar I ndeshjes. Vllaznia për të mbytur 3-1, apo Erzeni për të quar me set final, kur Vllaznia kryeson me sete 2-1. Sierra shënon pikën e 18, që mund tjetë një sinjal pozitiv për skuadrën Kuçiblu, për shkuar drejt fitores e këtij seti. Gilman Talani për skuadrën Kuçiblu në shërbim. Topin dhe pikën e një Arabi për Erzenin dhe barazon shifrat 18-18. Asmën Kula për Shijakun, Cekini për Gërsiulën, që tregohet I saktë këtë shotim. 19 Vllaznia, 18 Erzeni Shijakut. Shërbimi për Alberto Sierrën e Vllaznisë. Shpejën piket decisive, janë piket e fundit që vendosin fatin e takimit. Cekini për Cafarenën, I papërbajtshëm veterani I rilindur, kapiteni Nikolin Cafarena, dy vëzërit Nikolin dhe Anton Cafarena, potentet e volejbollit shqiptar. Anton Cafarena, titullar ekipit kombëtar që luan në Emiratet e Bashkuara aktualisht, dhe kapiteni Nikolin Cafarena I Vllaznisë. 20-18 për Vllaznin, pushimi kërkuar nga trajneri I ekipit Erzenit Parit Uruçi, që tashmë ndjen pak a shumë drejtërimat
humi se këtij seti kur Vllaznia kryeson 20-18, por voleybolli është ja atill që ndron në sekond. Mjafton një shërbim i gabuar, mjafton një shpërdorim në sulm apo diçka tjetër dhe shkon pika nga njëra skuadër tek tjetra, por Vllaznia ka shërbimin me Alberto Sierën për pikën e 21 nëse shënohet. I fort ky shërbim, e vën në vështirësi Erzenin, Jukri për Çafarenën, Stri Erzeni ka mundësi në këtë sulm. Çekini për kapitenin Çafarena. Është ai që vendos. Vendos përvoja, vendos teknika, por edhe forca, energjia e kapiteni Çafarena, i ftuar në emisionin Studio Sport në të rrëtë Shkodra. Çafarena premtoi 2 ditë më herët një fitore ndaj Erzenin dhe duket se premtimi i Çafarenës në Studio Sport të Shkodra po del me sukses. Dhe është ai që shënon. Po ai i meriton të gjitha vlerësimet. Një kapiten i pazëvendësueshëm. Komplimentet shkojnë për të, janë më së të merituara. Përvoja e tij, forca e tij, po i jep efektin e duhur tek rezultati i Vllaznisë kur kryeson 22-18, pikërisht në pikë decisive u shfaq Çafarena. Shërbimi i Sierës mjaft i bukur dhe ky shpërdorim i shijakasve i jep mundësi Vllaznisë të avancojë në 23-18. Edhe 2 pikë dhe Vllaznia shumë pranë fitores së setit 4. Por tjetër pushim i teknikut shijakas Parit Uruçi, ku kamera shkon pikërisht tek skuadra shijakase dhe tek të shidhat, orientimet që po jep Parit Uruçi për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes, por çfarë mendojnë në kampin tjetër kuqe-blu, 2 trajnerët, Artan Kalaja dhe Ermal Kraja, eto kanë përfunduar shumë shpejt pushimin dhe me sa duket kanë orientuar skuadrën duke i thënë vazhdoni në këtë rrugë, jeni në rrugë të mbarë. Edhe 2 pikë dhe gjithçka mbyllet. Nëse Vllaznia e finalizon me sukses, në rast të kundërt kemi një set shtesë. Alberto Daniel Sierra në shërbim për Vllaznin. Volejbolisti nga Venezuela që po shfaqet i suksesshëm në radhët e Vllaznisë. E vonon festën kuqe-blu, numri 1 Andi Garunja që shënon pikën e 19 për Erzenin, është po ai në shërbim. Duhet jeti kujdesshëm se çdo gabim i tij e mbyll ndeshjen. E kalon shërbimin, Çekini për Julen dhe Gerthi Lula shënon pikën e 24 për Vllaznin ndaj 19 të shijakut, edhe 1 pikë dhe Vllaznia është pranë triumfit në këtë ndeshje. Jula kalon shërbimin dhe Çafarena me një majt të tij shënon pikën e 25 ndaj 19 të Erzenit. Vllaznia fiton me shifrat 3-1 në këtë ndeshje. Në mbyllje të nderuar shikues të Veriu Sport, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit, ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje që duhet theksuar ishte jo pak emocionuese. Ku shijakasit morën setin e parë 23-25, Vllaznia fitoi 3 sete radhazi dhe mbyll ndeshjen me fitore 3-1 dhe fitoria 4 radhazi për Vllaznin, e drejtuar nga Artan Kalaja. Një Vllazni pretendente serioze për titull, 4 ndeshje, 4 fitore. Urime Vllaznisë. Tu mbyllin të nderuar shikues të Veriu Sport. Miru takoheshim në të tjera transmetime të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës.